bosh po na vjen, dhe shumë të mira po na vjen, kush imonin po na shdon. Ramazan o Fatim. Urimet të gjithëve e përherë qoftë ky muaj i bakuar, i cili është në prag, natyrisht nëse kemi ymër dhe presim. Gjithherë musliman gjithandej në përbot, që nga koha e pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam e deri sot e kësaj dite, që kur është bërë obligim e deri sot, muslimanët janë gëzuar shumë me ardhmën e Ramazanit. E si mos të gëzohen me ardhmën e Ramazanit, kur Ramazani është një dhuratë e madhe e papërshkruar prej të madhit Allah për robët e tij. Është një hidije e madhe në fjalorin tonë, me të cilën Allah i nderon robët e tij. Po, është një sprovë, është adhurim, është ibadet, është farz, është yll Islamit, është detyrë, është obligim, por është dhuratë në njëjtën kohë. E dhurata e Zotit këtë rast Ramazani përfshin segmente sa të duash. Po ndërto, për të mirave të kësaj dhurate, është edhe falja së pastrimi i robit nga gjënat të shumta të cilat i ka bërë prej Ramazanit të kaluar, zëtën ka ardhur atje në hadith të sakt pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se namazet deri namaz, Ramazan dhe në Ramazan, umre deri në umre, i falin gjënat të cilat bëhen mes tyre. Gjithashtu në Ramazan, nuk janë të pakta ta njerëz, të cilët amnestohen, falen, lirohen, u fshihet emri i tyre nga lista e xhenemlive. Njëra prej çështjeve për të cilat na duhet të flasim detyrimisht është menaxhimi i kohës në Ramazan. Shifni, janë ditë numëruara. Me automatizëm ditë e numëruara përfundojnë. Çdo gjë që numërohet përfundon. E tani kur kemi të bëjmë me një muaj që ditët janë të numëruara, kanë me shku shumë shpejt gjithë në ditën e parë të Ramazanit, fillojmë me pas një lloj vështirësie se si e kalojmë Ramazanin, mirë po pas disa ditëve veç fillojmë me kuptu se shumë shpejt është duke kalu, edhe shumë shpejt ka mjardh funi, dhe kështu me këtë shpejtësi marramense edhe në të kaluarën e mos flasim për sot në kohë të jetës e digitalizuar, shkojnë shpejt. Edhe secili prej neve që ka kalu 5 Ramazana, apo 10, apo 20, apo 30, apo më shumë, gjithë na e kemi kalu shumë shpejt. Edhe pasi që gjithë na ballafaqohemi me këtë sfidë, se Ramazani ka me na ik shpejt, atëherë na duhet të bëjmë një plan paraprak se si do e kalojmë kohën e Ramazanit. Shifni subhanallah, tani kur flas unë për menaxhimin e kohës të Ramazan, kthehem mbrapa në shekuj me radhë, shumë shekuj përpara, edhe i rilexoj tekstet fetare edhe porosit e dietarëve. Shifni ata me hyrjen e muajit Rexhep veç fillonin përgatitjen e Ramazanit, edhe thonin ulemat e selefit se në Rexhep mbjellet, në Shaban ujitet, në Ramazan koret. Kështu do ti që mendon një javë para Ramazanit, ti që mendon me fillimin e Ramazanit, me fillu me mjell, me rrit edhe me korr, ti kanë shumë vonë. Aplikimi i devotshmërisë në jetën tonë padyshim se përfshin çdo fushë të jetës. Çdo frymëmarrje e jona, çdo lëvizje dhe ndalje, çdo ecje dhe pushim, çdo zgjim dhe fjetje, çdo ibadet dhe punë e rëndantë. Të gjitha këto ka mundësi që të organizohen sipas rregullave të devotshmërisë. Madje jo vetëm që ka mundësi, por kur organizohen kësaj
pikrisht atëherë këto marrin kuptim. Edhe ibadetet, sa më prezente tjetë devotshmëria, aq më shumë do të kenë vlerë edhe cilësi, aq më shumë do të jetë mundësia që ato të jenë të pranuara tek Allahu i madhëruar. Njëherë dikush nga të parët e muslimanëve kishte dërguar djalin e tij me një sasi të hollash për të dhënë sadaka të një familje nevojtare. Dhe kur u kthye djaloshi e pyeti, a e kreve emanetin? I tha, po baba, e kreva emanetin, Allahu ta pranoft. Ky i that, sikur ta dija se Allahu i madhruar do ta pranonte prej meje vetëm një sejdë të vetme. Nuk do të kishte për mua gjë më të dashur se sa vdekja, për arsye se Allahu i madhruar thot, innema yataqabbalu Allahu minal muttaqin, Allahu pranon vetëm prej të devotshmive, dhe nëse do ta pranonte Allahu prej meje një sejdë të vetme, unë do ta dija se jam i devotshëm dhe për këta të devotshmit është përgatitur të xheneti, për këtë arsye do të ishte vdekja kaq e dashur për mua. Pra kemi të bëjmë me një begati shumë dimensionale që vërtet mirësit e këtij libri janë shumë të mëdha. Mirë po, ne dhe zatën vlerësohemi për aq sa e njohmi këtë libër, për aq sa punojmë me këtë libër, për aq sa nxjerrmi dobi nga ky libër, siç transmeton Uthmani, Allahu qoftë i kënaqur me te, ku pejgamberi alayhis salam kur flet për vlerat universale të ummetit, po madje edhe një peshore për neve në mënyrë të veçantë thot, khairukum men ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Më i miri ndër ju është ai i cili e mëson Kur'anin dhe u mëson të tjerëve. Pra nëse duam ta dim pozicionin ton tek Allahu, nëse duam ta dim gjendjen ton faktike në jetën tonë, duhet shikojmë se si kemi raportet me Kur'anin. Praktikisht, sa ne e njohmi Kur'anin, sa dim ta e lexojmë atë, sa e kuptojmë atë dhe sa veprojmë me te. Prandaj, për të përfituar nga ky libër, do ta kemi një qasje ndryshe nga librat e tjerë. Prej qasjes që e kërkon ky libër është se ky libër përveç që duhet ta e lexojmë, ky libër kërkon edhe qasjen e studimit. Praktikisht të meditojmë rreth asaj që Allahu e ka zbrit në këtë libër. Jo vetëm të lexohet. Leximi ka vlerat e veta, por nuk është krejt ajo që është synu përmes zbritjes së këtij libri dhe ruajtjes së këtij libri deri në pafundësi, pra derisa të ketë besimtar. Qëllimi është të nxjerrë nga barku i këtij libri vlera, dobi, mësime, këshilla e kësaj. Prandaj dhe Allahu xhalla xhelaluhu na drejtohet në Kur'an duke na këshillu, por dhe një çortim, duke thënë e fela yatadabbarun al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. A thua vallë, çfarë është me këta njerëz të cilët nuk i qasen studimit të këtij libri, meditimit rreth ligjeve, rregullave, normave dhe të gjitha ato që janë zbrit. Ramazani është një adhurim qëllimi i cilit është devotshmëria, që njerëzit të fitojnë devotshmëri dhe të mësohen me edukimin e trupit dhe shpirtit të tyne. Në Ramazan njerëzit mësohen me sabrin, i cili sabër është i ndryshueshëm dhe dallon prej sabrit normal në të mirat e dunjas. Sabrin ose durimin dietarët e kanë ndarë në 3 grupe. Sabri në kryerjen e obligimeve karshi Zotit ton, adhurimeve të cilët i ka kërku krijuesi ynë nga ne, sabri apo durimi në përmbajtjen ton nga gjunahet të mëkatet të cilët për çdo ditë sprovohemi me to, dhe sabri në sprovat fatkeqësi të cilat mund të na godisin. E njeri është qenje e dobët dhe është arë në një botë të sprovave të shumta, andaj edhe mund të goditet edhe nga sprovat e ndryshme, qoftë shëndetin e tij, në familjen e tij, në pasurinë e tij, apo edhe në sigurinë e tij. Ramazani përmban të gjitha këto lloje të sabrit. Agjerimi nuk është i lehtë.
për arsye se është të përmbajturit nga çdo lloj ushqimit dhe i pijes dhe nga çdo lloj i epshit bashkëshortor prej agut hershëm të mëngjesit e deri në perëndimin e diellit. Andaj ky është një lloj i sabrit të cilin njerëzit duhet të bëjnë në muajin e bekuar të Ramazanit. Që një vjetë mollin ka marë, në akşam me boj iftar.